Preq? Unë shikoj që në gjitha studiot, gjenë pak njerëz në fakt që kanë një lloj pasioni me folë pro qeverisë. Nuk është bërë si trend këtu. Shof kudo. Janë më shumë pronar preq. Bushati këmgull të ideja që... Ideja është që analistët edhe një pjesë e gazetarë nuk janë gazetarë investigativ. Mediat kanë vetë, kanë seksione investigimi është tjetër, investigim këtu për korupcionin, po bën spaku, kanë bërë dhe mediat. Ajo është një çështje. S'kanë bërë. Ka, për shembull, Birni bën investigime. Në televizionet kombëtare themun që janë licenca publike që varen nga këta. Kanë sepse nuk është kriticizmi, nuk lidhet vetëm me investigimin, lidhet edhe me një ngjarje që ekspozon spaku që qëndrimisht do mbajnë, se këtu ka edhe njerëz që sulmojnë spaku. I ka heshtur. Ku ka njerëz, analistë, kanë sulmuar institucionin që ka hap, domethënë, investimin e hetimin sferat e larta, për arsye të ndryshme. Po preç mediat janë pavarura si ka Kap Rama, Top Channel dhe Klan, se po i bie nga Kina. Nga Kina si bie unë, se ti ke, i herë du të dishi gjë që suksesi i mediave të mëdha që ti ke problem, se e kanë bure, nuk varet nga propaganda. Por i ka Kap Rama informacionin e këtyre, jo Big Brotherit. Nuk më rezulton. Dakor, sepse po ti kishte Kap Rama s'kan shipushmëri. E mbylla debatin. Kam prova unë. Dakor, unë s'kam shku, unë pasqyrën magjike që shef ti ati ku s'shofu, nuk e kam. Ti e ke, shef. Ti ke prova audiencën, ti po më tregove mu, se edhe audiencën e ke shpiken tënde. Ku e di audiencën ti? Ku ka audiencë Shqipëri? Do të thuash një gënjeshtër për të mbrojtur një gënjeshtër më të madhe, thue. Nuk ka, unë e ka me rrjetet sociale vetëm me YouTube-it e këto, nuk ka matri audiencë, vetëm ata që vjedhin reklamat të mbajnë në dorë një... Se s'do bëjmë shumë, që se lajmet, të zem, kemi lajmet Top Channel. Në kanë një numër shumë të madhë ndjekësisht, do thotë që ata nuk ndjekin propagandë. Nuk ndjekin propagandë. është programacioni, janë lajmet, për është një media komplekse, nuk është një kaqë thjesht sa që bëhet këtu. Dhe nuk vjen mirë që i kthehemi kësaj teme, sepse duke sigur ne... Jo, po është e piqme kjo? Ne jemi këtu? Jo, tema që e kam me Andi, dhe më thënë. Andi këshu me ndonë, unë kur kolegët e gazetarë nuk janë pranishëm, nuk kam shumë qef, me gjitha të kjo ka të dhe. Jo, edhe kur janë kolegët Bushatit... Janë vetë ata. Ne jemi njerëz që mbajmë qëndrime publike dhe të tjerët na kritikojnë dhe me ne mund të kritikojmë. Që shkjo që kur si e për balë, po asë saliun se kemi pas për balë tu, po ja themi gjërat. Njeriu publik është i hapur ndaj kritikës. Kjo pra është demokracia? Ka një gjë që tjeshtimi i suksesit mediave është një mënyrë për mendimin tim e pa drejtë, sepse suksesi i media është kompleks, dhe ti e di shumë mirë që është kompleks. Media tona në Shqipëri, ose politika jo, nuk vuan se s'ke ku thu një gjë. Problemi është se s'ke që a thu, se thonë njëjtën gjë. Në Shqipëri, ka shumë kriticizëm, edhe për qeverinë, edhe për opozitën. Perceptimi është se gjithë flasin pa fund, dhe më thënë, bile njerëzit janë bezdis duke pa që flasin ka shumë. Ky është problem, ku ka nevoj për një revolucion tjetër. Kriticizëm ka dhe Turqi, mëma. Edhe Turqi ka njerëz kritik. Kriticizëm e denoncime, gjitha me radhë. Denoncim nuk ka, pra. Denoncim në media nuk ka. Media ka unë funksionin e saj. Media është bërë autoporlant. Media, flasë për televizionet e mdha, janë bërë autoporlant. Nuk rolin si media e kanë unë prej vitesh. Ty duket se e bëjnë, po është debat kodë se kemi debat me prejtë. Bashkimi Evropian ikim nga këj moment, nëjse më manë mendimin e vetë. Mos i diversive është ti këtë mendim ke, a i ka të vedin. Po mirë, më nuk po thë, unë mendimin. Mirë bere pra, nuk të shanë njeri mendimin. Jo, suksesi i mediave... Lejo dhe të tjerë të mendojnë ndryshë. Suksesi i mediave të mëdha përgënjeshtron një analist të thjeshtëzuar. Te ka mu, tjera të staj që do kush ka vetë. Ku ka më sukses të madhë se të arrish kulmin, investitor strategjik, varet me qaj matë sukses, i shërbejnë publikut për ta informuar, apo i shërbejnë pasurimit familjeve të tyre. Ta dha përgjigjen Klosi, që se janë investitor që kanë këtë kapital, ato nuk mund t'i përjashtosh ti. Se pak keti pronar... Bashkimi Evropian e konsideron spakun... Pak ka pronar medesh në botë që investojnë fushë
deri të inteligencët artificiale, ndërtime, ku do që janë të muhabete. Një investitor strategjik do ishte i lirë të godiste e qeverinë? Ore, këtë tha një gjë logjike, që për të bërë investitor strategjik, duhet të kesh një kapital X. Ti, në që saj aplikon, ti mund të marrë dhe i lirë, pëse të mos jesh i lirë? A ke marrë në bazë të kriterëve që ka kriterë? Bile kapital, XY është media. Kërët përcaktohen, bëhen... Jo me tje... Mirë, okej. Edhe ti thu që me qenë se aje është media, nuk duhet investojnë fushat tjera. Por ti di që në bosët e medjeve investojnë disa fusha, Po, nuk shkojnë t'i thonë në të gjithë botën. Ta lëmë preqen të mendoj këtë që... Media është bërë biznes shumë i vështirë pushat, ti edi? E di, Zoti Klosi, Bashkimi Evropian... Raportin që ka censur të gazetarët nga ta që bëhen vetëm ne e kemi, investitor strategjik vetëm ne e kemi. Besoj se ti bushat e pranon që gazetarët kanë censur, kur ti vetë, me sa të njohë fund, dhe s'kemi pak vite që njifemi, nuk kam ditur njerë ti është censuruar. As ti, as Ylli, as një nga kolegë. Në fakt, me thënë të drejtëm, gjysëm të censuruar jemi ne, se tjerët janë 100%. Përkone nuk kam, po ka një problem tjetër që po insiston Bushati. Nuk ndëryn Rama për ta bërë të punë. Nga përqenë ne kjo. E këta duke di. Se kam provuar këtë lloj kënaqësie. Po sepse se nuk jenë media. Dhe të përmendit disa gjëra cilët janë shumë të Rama ka fat që luftohet keq. Luftohet keq. Kaq. Kjo është çështje tjetër pastaj. Është e madhe është kjo. Bashkimi Evropian e konsideron SPAK-un dhe reformën drejtësisë si një histori të madhe suksesi. Dhe ky raport që ne pam. Është vërtet i tillë çfarë janë sukseset e SPAK-ut për ju për shembull që janë sukseset e SPAK-ut? A mund të na numërosh? Unë ja u thash kush është suksesi. U riktheva unë ndonjëherë nga që nuk e reformës drejtësi. Po. Është ndjesia që çdo ngjarje hetohet me pa anësi, është ndjesia që çdo pushtetar do të vi momenti që do gjykohet, çdo firmë e hedhur. Dhe le të themi si të duam. Tani nuk ka një administrator publik që firmos në pa ndjesin dhe pa mendjen e qetë dhe të qartë që e vepër do hetohet. Dhe në rast se është abuzive dhe korruptive, do të gjykohet. Pra, kjo ndjesi tani ka arritur nga reforma në drejtësi, që gjykimi është i pavarur dhe të gjithë thonë që quhet frikë, thonë që nuk firmosin, pra ma është ndjesia e përgjegjësisë për firmën që hedh. Dhe kjo është shumë e rëndësishme për një zyrtar publik, që ta di që firma që ai hedh padyshim është një vendimarrje që e gjykon në kushte të caktuara, por që një ditë do hetohet. Se çfarë ka arritur SPAK-u dhe reforma në drejtësi është fakt